Të nderuar qytetar, të nderuar mediume, sot po promovojmë modulin e ri për evidencë elektronike të ndërhyrjeve kirurgjikale elektorale në sistemin shëndetësor publik. Në një portal publik do të jetë e disponueshme lista e ndërhyrjeve kirurgjikale elektorale të planifikuara në sistemin shëndetësor, me kategorizim të qartë të ndërhyrjeve dhe rregullave të standardizuara për futjen dhe përditësimin e të dhënave në sistem. Me këtë për herë të parë, në shtet, vendosim rend dhe protokoll të qartë në mënyrë të transparencës për të mbajtur evidencën elektronike të ndërhyrjeve të planifikuara në sistemin shëndetësor. Qëllimi është që çdo pacient të merr shërbimin sipas parimit, i pari që vjen, i pari do shërbehet nga sistemi jonë shëndetësor. Si është gjendja aktuale në sistemin shëndetësor? Evidenca për ndërhyrje kirurgjikale bahen në sistemin terminim përmes lëshimit të një udhëzimi mbi tipin udhëzim spitalor për operacion, i cili lëshohet nga mjeku specialist apo kirurg, me numër unik të udhëzimit dhe me të gjitha të dhënat e nevojshme për llojin e operacionit, nga lista e ndërhyrjeve kirurgjikale, si dhe të dhënat për pacient. Megjithatë, janë konstatuar këto mospërputhje në sistem. Në 1, udhëzimet nuk lëshohen menjëherë pas konstatimit të nevojës për operacion, por para vetë ndërhyrjes. Në 2, një pjesë e institucioneve dhe mjekëve përdorin lloj tjetër të udhëzimit, trajtim konservativ, për evidencën e pacientëve në listë, ndërsa mjekët listat i mbajnë në formë tradicionale në letër. Listat e pritjes nuk pastrohen rregullisht, gjë që krijon një percepcion jo të saktë për kohën e pritjes dhe për nevojat reale të pacientëve. Rezultatet e bëra për analizë për vitin 2025 tregojnë qartë një dallim të konsiderueshëm ndërmjet numrit të udhëzimeve të realizuara, i cili është 58.648, të dhënat të cilët janë marrë nga sistemi terminim, dhe numri i operacioneve të realizuara, i cili është 93.510, të dhënat të cilët janë marrë nga vetë institucionet me kërkesën tonë. Nga çka tregon mos respektimin të detyrimit ligjor që i kanë institucionet për lëshimin e udhëzimit specifik për operacion. Çfarë do të thotë ky modul i ri për pacientët? Portali mundson kërkim dhe paraqitje të dhënave përmes disa parametrave të kombinuara në portal, në mënyrë që të jetë i dobishëm si për qytetarët ashtu edhe për krijuesit e politikave në shëndetësi. Përdëruesit e portalit publik që sot e prezantojmë përpara juve, mund të kërkojnë në sistem si vijon: specialitetet të mjekëve, ndërhyrjet kirurgjikale, institucioni publik shëndetësor, mjeku specialist. Pra, me këto kërkesa ai mund të mrinë deri në informatën që e dëshiron. Numri i pacientëve që presin gjithashtu do të jetë pjesë e cila do të mund të shihet nga portali. Në lidhje me këtë risi që sot e prezantojmë përpara juve, institucioneve publike shëndetësore që kryen ndërhyrje kirurgjikale, tashmë është dërguar njoftim individual për çdo institucion, me të dhëna nga analizat që kemi realizuar si ministri. Secili institucion, secilit prej tyre është treguar veçmas nëse dhe sa dallon numri i ndërhyrjeve kirurgjikale që i kanë kryer nga numri i udhëzimeve për operacion të realizuar në sistemin terminim. Në fund, edhe njëherë dua të theksoj se me këtë risi që prezantojmë sot përpara juve, përmirësojmë transparencën në sistemin shëndetësor, mundsojmë matje reale të kohës së pritjes së pacientëve, rrjedhimisht planifikimit dhe shpërndarjes së më të mirë të resurseve në sistemin shëndetësor, si dhe zbatim të praktikave europiane në këtë sistem dhe në këtë fushë. Ju falenderoj shumë.